Gjithsesi, majoranca po kërkon të kalojë një projekt ligj të dytë, i cili amendon thelbësisht ligjin e parqeve teknologjike apo ndryshe ligjin Durana. Ky projekt ligj, që është sjellë në kuvend si iniciativë e një deputeti të majorancës, po ndjek tashmë skemën e njohur të kalimit me shumë shpejtësi, pa transparencë, pa konsultuar me publikun dhe pa relacionet shpjeguese përkatëse. Së pari, në amendimet e paraqitura parashikohet faza virtuale e funksionimit të parkut, duke sankcionuar këtë koncept në ligj. Kjo do të thotë se deri tani koncepti i virtualitetit ka qenë i paligjshëm dhe për këtë arsye lehtësirat fiskale të marra nga kompanitë janë të paligjshme. Por këtu ngrihet një çështje tjetër me rëndësi. Dhënia e lehtësive fiskale për një regjim virtual është një praktikë që Bashkimi Evropian e ndalon, madje e lufton ndërmjet standardit BIPS të OECD-s. Ky standard është i detyrueshëm për zbatim edhe për Shqipërinë. Ky standard lufton pikërisht atë që qeveria po përgatitet miratojë, dhënien e lehtësive fiskale për kompanitë që operojnë virtualisht. Sepse çdo lehtësi duhet jepet për një aktivitet konkret, për punësim real, për një produkt real të zhvilluar dhe shpenzime të verifikueshme. Pra praktikisht ky projekt ligj shkon kundër standardit të detyruar të Bashkimit Evropian. Në të njëjtën kohë, kapitulli 16 i AKI-s përcakton se çdo shtet antar, edhe kandidat, duhet adoptojë parimet e kodit të sjelljes së BE-s për tatimin e biznesit, i cili synon eliminimin e masave tatimore të dëmshme për konkurrencën. Kuadri rregullator për Parkun Durana ndihmon kompani që regjistrohen në mënyrë virtuale dhe duke përjashtuar nga tatimet këto kompani dhe nga ana tjetër ofron ndihmë shtetërore të palejueshme për këto kompani duke minuar konkurrencën. Së dyti, projekt ligji hap derën plotësisht për marrëveshje të brendshme të shitblerjes së aksioneve, jo transparente mes përdoruesve apo zhvilluesve të parkut nga njëra anë dhe endeve publike nga ana tjetër, si dhe krijimit të kompanive të përbashkëta, gjë që mund të sjellë lehtësisht situata të dëmtimit të interesave publike në favor të interesave private. Duhet patjetër që marrëveshjet e shitblerjes së aksioneve apo të bashkëpunimit midis enteve publike dhe private të paraprihen nga një procedurë konkurruese publike. Marrëveshja e tyre të publikohet, si të mbahen auditime periodike dhe rezultatet e tyre sërish të bëhen